Udhëheqësi i radikalëve serb Vojislav Šešelj tha se Serbia duhet orientohet drejt Rusisë dhe të heqë dorë nga integrimi në Bashkimin Evropian, ku shumica e vendeve anëtare kanë njohur shtetësinë e Kosovës. Ai u zotua para mira për krahasve të mbledhur në Beograd se nuk do të kthehet vullnetarisht në gjykatën për krime lufte, e cila e liroi atë përkohësisht 3 ditë më parë dhe do të rrëzojë nga pushteti ish bashkëpunëtorët e tij që aktualisht drejtojnë Serbinë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Ultranacionalisti serb Vojislav Šešelj tha të shtunën në Beograd se Serbia nuk do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, por që aty janë armiqtë e saj më të mëdhenj që tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ai u kthye të mërkurën në Beograd pasi gjykata ndërkombëtare për krime lufte në Hag e liroi atë përkohësisht për shkak të gjendjes shëndetësore. Gjykata e Kombeve të Bashkuara i dha mundësi atij të kërkojë trajtim mjekësor në Serbi me kushtin që të mos ndërhyjë tek viktimat apo dëshmitarët dhe që të kthehet në gjykatë kurdo që ajo kërkon një gjë të tillë. Mjekët serb që kontrolluan atë kohë më parë thanë se ai vuan nga kanceri. Mira mbështetës morën pjesë në tubimin e sotëm të udhëheqësit të Partisë Radikale Serbe, i cili që nga kthimi përshëndeti vrasjen e kryeministit të reformist serb Zoran Đinđić në vitin 2003, ritheksoi besimin e tij në ideologjinë e krijimit të Serbisë së Madhe që çoi në luftrat në Kroaci, Bosnjë e Kosovë dhe u zotua për të rrëzuar nga pushteti presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe kryeministin Aleksandar Vučić, të cilët ishin zyrtarë të lartë të partisë së tij para se të ndaheshin e të formonin Partinë Përparimtare Serbe në vitin 2008. Duke i cilësuar si tradhtar, ai akuzoi ata për lojë të dyfisht. S jedne strane glume da su privrženi Rusiji, a s druge strane žure u Evropsku uniju. Nga njëra anë aktorojnë si janë të përkushtuar ndaj Rusisë, ndërsa nga ana tjetër nxitojnë për në Bashkimin Evropian, tha ai, duke theksuar se askush ja do të mirën popullit serb nuk do që Serbia të jetë anëtare e Bashkimit Evropian, sepse sipas tij atij janë të përqendruar armiqtë e Serbisë. Naši neprijatelji od 28 država članica Evropske unije. Nga 28 vende anëtare të Bashkimit Evropian, 23 e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, u tha ai të mbledhurve që mes tjerash mbanin në duar fotografitë e tij dhe të presidentit rus Vladimir Putin. Vojislav Šešelj, 60 vjeçar, ndodhi në Hag nga viti 2003 kur gjykuar për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftrave të viteve të 90-ta. Lirimi i tij zemroi viktimat të luftrave në ish hapësirët e Jugosllavisë që kujtojnë mizoritë e forcave serbe. Vojislav Šešelj dhe partia e tij radikale ishin pjesë e qeverisë serbe gjatë luftës në Kosovë. Pak para fillimit të bombardimeve të NATO-s dhe forcave serbe në pranverën e vitit 1999, ai paralajmëroi fushatën hakmarrëse ndaj shqiptarëve. Ako dođe do bombardovanja od strane NATO pakta, ako dođe do američke agresije, mi Srbi ćemo prilično stradati, ali Albanaca na Kosovu neće biti. Nëse ndodh bombardimi nga pakti NATO-s, nëse ndodh agresioni amerikan, ne serbët do të psojmë, por shqiptarë në Kosovë nuk do të ketë. Mbi 800.000 shqiptarë u dëbuan nga Kosova gjatë luftës që la pas vetes mbi 10.000 të vrarë, mbi 5.000 të zhdukur. Lufta mori fund me ndërhyrjen e NATO-s dhe në shkurt të vitit 2008, Kosova shpalli pavarësinë e saj që është njohur nga mbi 100 vende të botës. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës për të përfshirë në një proces të normalizimit të marrëdhënieve në përpjekje për të integruar në Bashkimin Evropian, proces që po udhëhiqet nga ish bashkëpunëtori të radikalit Šešelj, i cili sot u zotua sërish se nuk do të kthehet me vullnetarisht në gjykatën e Hagës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.